Më bëri përshtypje një i persekutuar, më bëri shumë përshtypje që Rama e kishte sjell në studio. Muzikant i binte trompës edhe nga Shkodran, por internuar në Elbasan dhe i binte trompës në Hollywood edhe bën shumë muzikë për filma, e kupton. Në Hollywood ishte shumë mirë, nuk është gjë e keqe, mos bëhemi negative, kupton. Po më bëri përshtypje ky person që i persekutuar, dhe vete përpara nipit të Spiro Kolekës, dhe ta dëgjojmë për i moment, le ta dëgjojmë. Duke parë pak se me kë do kisha të bëj, nga i pamja e backgroundit, e rrugës nga ke ardhur deri këtu. Origjinën e ke nga Shkodra. Origjina është nga Shkodra, le e rrit në Elbasan, se mas internimeve familja e Timedit përfundoi në Elbasan dhe unë u lind atje, 18 vjeç, mas shkollës mesme, ikëm. Po sigur ta elaborojmë pak dhe ta përshkruaj pak më gjatë regjizurën tragjike të internimit. Ja, këtë laburoje pak më mirë, sepse ti po i këput telat Edi Ramës në këto momente, po Edi Rama po ndjen keqardhje, nipi Spiro Kolekës, i një banditi, edhe djali i ati që firmosi varjen e Avzin Elës, shikoni njerëz, shikoni ç'a bëhet në këtë botë hipokrite. Është hipokrizi bota e çuditshme, sidomos bota në Shqipëri është hipokrizi dhe unë nuk e di si mund ta quash veten i persekutuar, i internuar dhe vete përpara klyshit të Spiro Kolekës, përpara klyshit të atij artistit të madh që firmosi vrasjen e poetit Avzin Ela. E kupton? Pra, shikoni çfarë hipokrizie ka ky popull. Shikoni, këta janë persekutuarit që vuajtën sistemin dhe u internuan lart e poshtë dhe shiko ku kanë përfunduar. Shiko, më vjen keq për prindët e këtij që janë internuar, po për këtë nuk më vjen nuk ndjej ndonjë nostalgji për këtë personin, pavarësisht se quhet artist, ky i bie trompës në Hollywood edhe nuk kishte asnjë në Amerikë të binte trompës, po vetëm ky mund t'i binte trompës. Ja dëgjojmë çik. Shikoj fytyrën e Edi Ramës si e ka njerëz. Shikoj çfarë tallje. Ja dëgjoj. Po neve brezi im, unë të paktën se im vllai preku dhe më shumë pak. Ti prek e lesh se po ta kishe prekur ti persekutimin, ti truaj koka që ke si kokë qeni. Ti nuk e prek gjë fare se po ta kishe prekur problemin, hallin e prindërve tu, ti nuk do të shkoje përpara këti plere, këti të gjeneruari. Por thash dhe njerëz, unë nuk dua t'i gjykoj, këta i gjykoj këtë, po prindët e tia mbase vërtet kanë vuajtur dhe vërtet kanë qenë të persekutuar. Bile ka qenë shkollë ke Juve në Akademi për pikturë. Ashtu, kush? Mikel Shlaku. Në cilat vite ka qenë? 86-90. Ka qenë më një herë mbasi unë kam mbaruar. Me klasa Gimzajmit për skenografi. Kam qenë aty, po unë kam qenë asistent pedagog në një klasë tjetër, po unë ke qenë asistent pedagog. I bëja vizatim dhe kompozim. Si Pëllumpilin që bënde vizatim dhe kompozim, kompozitori. Ky kompozonde. Në fjalë u lindëm në Elbasan, prindrit të dy pastaj u njoftën në Elbasan teatr, janë ndër themeluesit e teatrit të Elbasanit. Edhe i mat dhe i mam. Ti mat pa tjetër që e përzunga nga një moment kur vala e luftës klasave u ngrit. Ai përfundoi Po me çfarë ishte e lidhur? Ishte lidhur me gjyshin? Gjyshi ishte oficer në ushtrinë e Zogut, dënuar me vdekje, u arratis, i vran të vllajin, Markun, Shlakun, dhe pastaj internuan familjen në Berat, në Berat, Kala, pastaj në Tepelen, pastaj në Savër. U kthyn kur i çun në Elbasan, pastaj u njoft me Timam aty.
Edhe nuk është i persekutuar, po pse e thua jam i persekutuar, e kupton? Sepse baba jot po të qej persekutuar, nuk do ngritet teatr, do kishte ngrënë plumbi siç e kanë ngrënë të gjithë njerëzit e tjerë të asaj kohe. E kuptoni njerëz sa e poshtër çfarë mënyra propagande, çfarë propagande përdor ky pler, ky i degeneruar. Pra, sepse s'ka mundësi tjetër, nuk ka logjik që ky është i persekutuar, ky personi që muzikanti i Hollywoodit përpara një këtij Zoraxhiu të nipi të Spiro kolegës, edhe tani po unë tha se ishte prind tek tia, po ky pas ka që gjyshi këtia, e kupton, dhe ky se ka iden fare të persekutimit, po të paktën mos flisni në emër të persekutimit, sepse nuk jeni të persekutuar. Whatever. Në fillim e ka pas sikur ky kishte prind e këtij ishin të persekutuar, por nuk që kanë të persekutuar, këta ata të persekutuarit që krijojnë historinë e tyre vonë dhe pastaj whatever për qëllime të ndryshme, whatever që ka në mendje këta. Por miq të dashur, le të kthehem pak te